Në kuadër të pjesëmarrjes në takimin e ministrave të mbrojtjes së NATO-s në Bruksel, Ministrja e Mbrojtjes Mimi Kodeli mori pjesë dhe në Ministerialin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Karta e Adriatikut. Kodeli konfirmoi mbështetjen e politikës së dyrave të hapura që Shqipëria ka në raport me fshinjët, si dhe bashkëpunimin më të ngushtë për emergjencat civile. Mbështetja që Shqipëria duhet i japi vendeve fqinj për rritjen e mbështetjes dhe transformimit që këto vende duhet të kenë në rrugën e tyre relativisht të gjatë në NATO. Ajo që ka është më e rëndësishme arritja e kapaciteteve operuese, e cila do të mundsoj bashkëpunimin midis operacioneve që forcat NATO udhëheqin dhe forcave të armatosura të Malit të Zi, Maqedonisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kroacisë dhe Shqipërisë si pjesë të APES-s. Ministrat e mbrojtjes konfirmuan rëndësinë e procesit të integrimit euroatlantik për forcimin e stabilitetit dhe sigurisë në vendet e Europës juglindore. Një rëndësi të veçantë u kushtua rolit të Shqipërisë, Kroacisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe vende anëtare të NATO-s, në mbështetjen që po i japin vendeve të tjera pjesëmarrëse në këtë iniciativë në procesin e integrimit në NATO apo struktura të tjera rajonale.